Beta habit me deklaratën për Gjestin, nuk e meriton suksesin që ka. Një deklaratë e këngëtarit Beta ka ngjallur diskutime, pasi ai ka komentuar hapur suksesin e një prej artistëve më të njohur të momentit, Gjestit. Gjatë një interviste, Beta u pyet se cili artist, sipas mendimit të tij, nuk e meriton suksesin që ka arritur në skenën muzikore. Pa u menduar gjatë, ai përmendi emrin e Gjestit. Gjesti, u përgjigj ai shkurt. Më pas, këngëtari sqaroi se komenti i tij nuk kishte të bënte me marrëdhëniet personale apo me karakterin e artistit, por vetëm me aspektin profesional. Respekt, ama kur po flasim për muzikë, vetëm për muzikë. Gjesti nuk e meriton suksesin që ka, u shpreh Beta. Deklarata e tij ka hapur menjëherë diskutime, pasi Gjesti është një nga artistët më të komentuar dhe më të suksesshëm të viteve të fundit. Përveç projekteve muzikore, ai fitoi një popularitet të madh, edhe përmes pjesëmarrjes në formatet Big Brother VIP Kosova dhe më pas Big Brother VIP Albania, ku u shpall fitues. Nga ana tjetër, në industrinë e muzikës, nuk janë të rralla deklarata kritike mes artistëve. Shpeshherë këto komente pasqyrojnë këndvështrime personale mbi muzikën, stilin apo suksesin në treg dhe jo domosdoshmërisht përbëjnë sulme personale. Deri tani, Gjesti nuk ka reaguar ndaj deklaratës së Betës. Mbetet për tu parë nëse ai do të zgjedhë të përgjigjet këtij komenti apo do ta lërë pa reagim. Për momentin, bëhet fjalë për një opinion personal të shprehur publikisht nga Beta, ndërsa nuk ka pasur asnjë përplasje të drejtpërdrejtë mes dy artistëve. Megjithatë, kjo deklaratë e Betës pritet të vazhdojë të jetë pjesë e diskutimeve në botën e showbizit shqiptar.